edhe bullizëm fizik. Mirë po me u trajtue si term, se gjitha veprimet që i parashek ky definicion me u trajtu si kundërvojtje. Edhe kjo kundërvojtje do kishte rrit po besojmë që kishte parandalu bullizmin që organet gjejtëse, po e zom, policia kishte shqiptu gjobë kujdestarit të klasës, drejtorit, apo edhe prindit nëse ish bokja në mahall. Po personit që është përgjes në kohën kur është kry ky lloj manifestimi. Na së fundmi kena pas një rast edhe në praktikë edhe në zyren tonë, ku është detyru një fëmijë me ndru shkollën si rezultat i këtyne fenomeneve, se është bo e padurueshme mënyra ose vijimi i mësimit në institucionin ku ai vjen mësimin. Edhe kjo, si me thonë, përcjell pasoja afatgjate tek fëmijët. Përveç kornizës ligjore, që varësisht për veprime të caktuar me persona të caktuar mund të njekin hapa veprime të caktuar për me zhvillu procedurën, për me u gjobit, për me u denu persona të cilët bojnë veprime të caktuar që sa më dhe më herët mund të kenë elemente të veprës penale, duhet ketë kujdes me një numër të madh të personave që mirët ose trajtojnë këtë temë. Na në praktik kena rastet shpeshta edhe me të miturit. Si me thonë, gjatë një intervistit me të mitur në organet e drejtësisë, qoftë polici, prokurori ose në gjykat, është e domosdoshme me kodi përcakton që me konë prindi, kujdestari përgjithësuesi, personi që është përgjegjës për të, edhe një zyrtar për qendrës për punë sociale. Në praktikë kena pas një rast kur zyrtari i qendrës për punë sociale fillon një të mitur për me këshillu, me jap këshilla, me thonë që s'bën me përsërit këtë vepër e kështu me radhë, prindi i tij apo i saj që mos të specifikum gjinin, thot, më falë kush je ti për fëmin tem që me jep këtu këshilla, unë e di që është arriti fëmin tem. Si me thonë, edhe këshillën e mohon në disa raste të caktume, edhe kjo paraqet problem. Prindi, përveç që është prind, nuk është pronari i fëmijës vet. Ai duhet të ketë kujdes me veprimin që i bën kundrejt tina. Ndonjëherë ka raste të rralla që institucionet po veprojnë procedura ligjore kundër prindve që keq përdorin fëmijën e tyre. Ka edhe raste të caktuara që prindi e keq përdor. Në raste të caktuara kur na bisedojmë me profesor, me persona të cilët kanë një numër të madh të fëmijëve që në përdor, thotë problemi kryesor thotë na e kena në raste të caktuara me prindin. Na provojmë për me jap mos ndëshkimore, suspendim, ulje e notës sjelljes e krejt këtu me radhë, thotë problemi kryesor është kur vjen prindi thotë fëmia jam është më i miri. Duhet, si me thonë, një gamë madhe e njerëzve të cilat miren me këtë punë për me punu, për me nxjerrë një rezultat më të mirë. Për ndryshe, si rezultat i këtij fenomeni, na jena të kriju disa persona arrogant, disa persona agresiv, që ajo ka me manifestu domosdoshmërisht edhe në moshën e pjekurisë edhe ma vonë. Mandej kjo mund të sjellë edhe pasoja më të larta që mundën me ditë psikolog, sociolog, e tjerë që është manifestuar deri tek smundje të caktuara. Unë inkurajoj prindit, cilët kanë vrejt shenja që fëmia i tyre është u bullizu, që kanë vrejt shenja që fëmia i tyre ka një sjellje të çarrigull në shtëpi, atëherë për me bisedu me psikologun, për me bisedu me sociologun, për me bisedu me organet, për me shku në polici, që mos me lënë fëmijën e vet për me u dëmtu, më tutje se mandej përsëritja e vazhdueshme e këtij fenomeni të personave të caktuar dhe viktimave me qujt kështu, paraqet një dëm ndoshta edhe të pariparueshëm nëse bëhet për një periudhë gjatë. Po. Përmendi pra edhe fitimi pak a shumë këto